Në Vlorë ka filluar përdorimi i qelizës së parë të landfillit si pjesë e programit të menaxhimit të mbetjeve, që synon të krijojë një sistem modern dhe të integruar të menaxhimit të mbetjeve për rajonin verior të qytetit të Vlorës, por edhe Selenicës. Projekti ka vlerën në rreth 25 milion eurove, mbështetje nga qeveria gjermane, nga të cilat më shumë se gjysmat i ka si grant. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha inspektoi bashkë me ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë, Karl Berger, landfillin e Sherishtës, bashkë me ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë, përfaqësuesit e KFV-s dhe mediave kombëtare, inspektuan procesin e përpunimit të mbetjeve në Sherisht, thot në një njoftim zyrtar kryebashkiaku Ermal Dredha. Të gjithë bashkë presim me padurim finalizimin e procedurave nga KFV për t'i hapur rrugë procesit të kapsulimit të fushave të mbetjeve ekzistuese në qytet dhe në Orikum, për t'i dhënë fund një herë mirë çdo ngjarje që cënon imazhin e Vlorës, thot ndër të tjera kryebashkiaku. Ai thekson se jemi në fazën që kemi filluar të përdorim qelizën e parë të landfillit të Sherishtës, i cili për arsye të karakterit juridik pati një vonesë prej 2 vitesh me punën. Por sot jam i lumtur, thot ai, që me punën që ka bërë bashkia në bashkëpunim me ambasadën gjermane dhe KFV-n, arritëm të bëjmë të mundur të vendosim qelizën e parë të landfillit në funksion. Së shpejti pritet të fillohet me një projekt pilot edhe për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme në qytet, ku pritet të vendosen 100 kosha për t'i ndarë mbetjet në burim dhe më pas të depozitohen në landfill mbetjet që nuk riciklohen. Programi i menaxhimit të mbeturinave të Vlorës synon të krijojë një sistem modern dhe të integruar të menaxhimit të mbetjeve, ndërsa kjo iniciativë kontribon ndjeshëm në praktikat e qëndrueshme të mbetjeve në Shqipëri, duke mbështetur strategjinë kombëtare të mbetjeve dhe duke çuar përpara për afrimin e vendit me standardet midisore të Bashkimit Evropian. Konceptet për parandalimin, riciklimin ose rikuperimin e mbetjeve, me qëllim mbështetjen e ndryshimit të paradigmës të iniciuar nga Bashkimi Evropian drejt një ekonomie rrethore, janë tashmë duke u zbatuar.